Autokrat përmes frikës edhe përmes shtypjes, përndjekjes, kanë arrit me rujt pushtetin. Albin Kurti ka arrit të bëj dy gjëra, që populistë edhe autokrat tjerë nuk kanë arrit dorën zemër. Sepse në të kaluarën autokrat përmes frikës edhe përmes shtypjes, përndjekjes, kanë arrit me rujt pushtetin. Albin Kurti po i bën dyjat. Edhe shtypjen, edhe përndjekjen politike, edhe frikën, por edhe joshjen. Dhe të shpjegoj cilat janë efektet. Konkretisht cilat, pra, po flasim me rënd, cila shtypje, cila përndjekje dhe cila frikë. Po që të regoj, frika në Kosovë kë e ka injektu për ditës parë. Ju keni po deklarata sistematike të Albin Kurtit që Serbia është në kufe, Serbia ka me nara sot, Serbia ka me nara nesër. Kjo është frika e jashme. Frika e mbranshme, i kem do gazetarë që marrin pare me qantë prej Serbisë për me sulmu mu. I kem do parti politike të lidhura me Serbinë, që janë kundër shtetit Kosovës. Kush do që thot kem rrezik nga Serbia, gjithë kush të beson. Do të thonë, por çka ka bë kë është kë ka arrit me injektu këtë idenë e destabilitetit, të luftës. Jashtë kem Serbinë, mrana kem Serbinë, çr komandantat po mësulmon. Çka po bën ju për ta dëshmuar kundërtën? Këtë frikë, dëgjoj, kjo frikë çka krijon? Frika e krijon ta suspendon logjikën. Dhe elementi i dytë me cilën ka operuar është joshja. Joshja. Para zgjedhjeve, pas zgjedhjeve, para zgjedhjeve, domethënë gjatë zgjedhjeve, gjithmonë kë ka përdorur joshjen përmes buxhetit, përmes keqpërdorimit të buxhetit, kundërshtim me ligjin. Shtesa? Me dhon shtesa.